2 të lënduar dhe dëme të shumta materiale. Këto ishin pasojat e një zjarri të madh që përfshiu një magazin fishek zjarresh në Shkozet të Durrësit pas ditën e njëjtës. Në operacionin e shuarjes së flakëve që zgjati disa orë, u angazhuan 24 punonjës të shërbimit zjarfikës, 2 prej të cilëve pësuan asfiksi si pasojë e tymit. Ata u transportuan me urgjencë në spitalin rajonal të Durrësit, ku morën ndihmën e nevojshme mjekësore dhe ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore. Tymi i dendur pengoi edhe qarkullimin e mjeteve në autostradë. Në unazën e qytetit në mbikalimin e Shkozetit në segmentin rrugor Martin Camaj në drejtim të Plepave, si dhe në segmentin rrugor Kavaj Durrës, lëvizja e mjeteve u bllokua. Zjarri shkaktoi probleme të rënda edhe në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike. Ministri Enea Karakaçi njoftoi se disa zona të qytetit mbeten pa energji dhe situata do të normalizohet pasi të jenë shuar të gjitha vatrat. Shkaqet e zjarrit që shkrumbuan thuajse plotësisht magazinën e fishek zjarreve mbeten ende nën hetim.